Shiko, kjo pyetja jote është ndarë në dy përgjigje, sepse takon dy sektor të ndryshëm. Pra, si fillim ideologjin feministe, që sigurisht ka të bëjë me pranimin e vetes edhe me përmirësimin e vetes, po patjetër nëpërmjet metodave natyrale. A jam unë kundra operacioneve plastike apo ndorhyrjeve në përgjithësi? Jo, sigurisht që unë nuk jam kundra përmirësimit të vetes, por jam kundra deformimit të vetes dhe dhunimit të vetes deri në atë pikë sa ti përgjigjesh këtyre modeleve që shoqëria të dikton, duke kapitalizuar pasigurinë e grave, duke kapitalizuar dëshirën e tyre për të dukur të bukura, për të dukur të dëshirueshme, ashtu siç edhe ky sistemi në të cilin ne jetojmë i ushqen gratë, sepse gratë ushqen në këto pasiguritë e tyre nga filmat, nga librat, nga revistat, nga personazhet që janë të famshëm të showbizit, nga influencerat, nga ata që sot quhen content creators, që në një farë mënyrë kanë krijuar një industri dhe e cila bazohet te kjo mungesë e vetbesimit me të cilën ne ushqejmë gjysmën e shoqërisë, sa një sipërmarrëse nga Italia, që Italia nuk është një vend i botës së tretë, është një vend i botës së parë. Mund ta kishte bërë shumë bukur pozicionin edhe në Itali, fluturon deri në Turqi, në këtë vendin e parajsës estetike, për të bërë një ndërhyrje për të dukur gjithmonë më shumë perfekte. Kështu që sigurisht që un jam patjetër kundra këtyre sjelljeve që mund të sjellin fatalitet apo mund të sjellin edhe humbjen e jetës. Ndërsa pyetja e dytë ka të bëjë me kontekstin shqiptar dhe për sa i përket dëshirës që shqiptarët kanë për të dukur bukur, sidomos në botën e sotme ku çdo gjë shitet, edhe personi jot shitet, edhe personazhi yt shitet, edhe dukja jote shitet, edhe përmasat e tua, të cilat duhet i përshtaten këtij modeli, edhe ato shiten. Siguria të institucionet mjekësore nuk është në nivele më të larta, jo sepse ne nuk duam, se ndoshta institucionet nuk e kanë vullnetin e dur, nuk i kanë ligjet e dura, nuk i kanë buxhetet e dura për t'ju përgjigjur një bote moderne. Megjithatë, de jure apo de facto, Shqipëria është kthyer në një parajsë të ndërhyrjeve estetike, të klinikave që janë të specializuara, por edhe të klinikave që punojnë në të zezë, sepse kemi parë shumë nga vendet fqinje të cilët vinë për të bërë buzët, për të bërë ndërhyrje në Shqipëri, sepse kushtojnë shumë më pak se sa në vendet e tyre të origjinës. Kështu që mendoj që ka për të ndërhyrë edhe në legjislacionin shqiptar dhe her pas here shoh disa operacione blic që bëhen, po jo me një vullnet të vërtet për të rregulluar këtë sektor shumë të madh dhe shumë fitimprurës, me thënë drejtën. Jacqueline, a jemi të ndërgjegjësuar për rreziqet që mund të mbartë një operacion kirurgjikal estetik në rastin konkret? Nuk mendoj që jemi të ndërgjegjësuar, sepse kur mendoj për liposucionin, them që liposucioni është një operacion rutinë, po në fund të ditës është një ndërhyrje kirurgjikale e vërtet. Kështu që për sa kohë ne nuk kemi një patologji, si për shembull lipedema, që është një inflamacion i fashës, është një operacion i vërtet dhe nëse sëmundja është në gradën e 3 apo të 4 të jep probleme me mobilitetin dhe duket sikur ndërhyrja kirurgjikale është vetmja zgjidhje që ti mund të kesh sa për të lehtësuar dhe për të pasur një jetë më komode. Kështu që unë them që duhet një lloj bon sensi në zgjedhjet që ne bëjmë për ndërhyrjet që ne bëjmë. Nëse ato kanë një background mjekësor dhe ne kemi të nevojshme për të pasur një jetë më të mirë, më të shëndetshme, për të jetuar mirë me veten tonë, edhe nga ana e ndjesisë së brendshme, jo vetëm e ndjesisë apo dukjes së jashtme, atëherë pse jo, po gjithmonë duke u mirë informuar, duke ndjekur protokollet mjekësore, duke ikur te specialisti, dhe me sa di unë në Shqipëri janë shumë të pakët mjekët që janë të specializuar dhe kanë diploma të mirëfillta në atë deg të kirurgjisë estetike, e cila duhet për të kryer operacione të këtij lloji, që ndonse quhen operacione rutinore, janë operacione të vërteta kirurgjikale. Unë gjithashtu jam fëmijë mjeku, kështu që jam rritur në një mjedis ku nëse ti nuk e ke të nevojshme që të përballesh me një operacion, por mund të bësh fizioterapi ose ushtrime ose mund të kesh një regjim ushqimor më të rregullt, atëherë duhet zgjedhësh këto alternativat që janë më të shëndetshme dhe më pak tronditëse për trupin tënd, sepse një operacion cili do qoftë ai e trondit trupin dhe trupit i duhet kohë për të rekuperuar.